Kjo është 70 vjeçarja Mite Çakalli që udhëton çdo ditë nga fshati Tushaj në Buqiz për të bërë një punë të cilën jemi mësuar ta shohim të bëjnë burrat. Mite ja ka mbaruar shkollën e mesme të elektromekanikës para 49 vitesh dhe sot ushtron profesionin në qytetin e Buqizës. Mite ja është profilizuar në avulqimin e elektromotorëve dhe këtë punë e ka bërë që nga viti 1978 për herë të parë në fabrikën e pastrimit të Kromit si elektriciste e më pas në minierën e Buqizës në repartin e avulqimit. 70 vjeçarja thotë se nuk u paragjykua kurrë për këtë punë. Kam marrë shkollën e mesme industriale Demir Progri në Korç. Në 77 unë kam mbaruar. Për atëherë kam filluar punë dhe u bën 48 vjet që punoj këtë zanat me elektromotora. Kam punuar minjer deri në 2021 që dola në pension. Pasi dola në pension, prap pat nevojë minjera dhe në 2022 deri në 2024, 25 kam filluar prap. Kishte nevojë minjera, po. Me kontratë shërbimi, jo kështu me punë stabil, se merrsha dhe pensionin. Tani më këtë vit unë e mylla, 2026, e mylla prap dhe atje, për vitin e ri. E tani punoj prap privat këtu, punë kam me thënë drejtën. Vinë nga Peshkopia, nga Burreli, nga fshatrat e për rreth, lloj motorash ndryshëm, tipet ndryshme. Edhe punë kam. Elektromekanikja Mite Çakalli për 1 janarit të këtij viti ka ndërprerë edhe punën e përkohshme në minjer, por nuk ka mundur dot të ndërpresë ushtrimin e profesionit. Ajo thotë se vazhdon të punojë edhe për të ndihmuar pensionin, i cili është i pamjaftueshëm, por mbi të gjitha nuk mund të jetojë pa punën që e bëri me pasion 49 vite me radhë. Motori madh, po kërkoj ndihmë, ke djali, ke shok të djalit i merre ngrim, se nuk i kam kushtet me thënë drejtën, se tani ka avancu, jo me vingja, jo me krika, jo, po unë nuk kam. Vazhdoj të punoj akoma si atëherë më para. Çfarë ore del mëngjes? Unë dal në orën 5:30-6 mëngjesit, se vi nga fshati, edhe vi këtu, pi kafen e mëngjesit. Ke djali, se ka një lokal vogël, dhe filloj punë këtu, punoj. Deri në orën 3, e kam si rregull, siç kam pas punuar minjer, edhe këtu, kështu e kam, në orën 3 e takoj. Edhe bëj tetoshin edhe hik në shtëpi, se rri në shat. Në dukje është një punë e lehtë, por Mite ja tregon se për të çmontuar apo vendosur elektromotorët duhet edhe shumë fuqi fizike, çka për gratë është paksa e vështirë. Ndonë nëse është në pension dhe vitet i ecin, Mite Çakalli thotë se nuk do ta lërë këtë punë derisa të mos ketë fuqi më për të punuar. Po, dele ardhra, megjithëse njerëzit për zotin janë shumë vështirësi dhe nuk mund t'u marrish tamam hakun që më tako, po munohem që edhe ato mos i ranoj edhe vetë dal pak e pak me fiti. Ka dhe persona që nuk t'i japin në dorë t'i bin? Jo, ato nuk e pranoj asnjëherë, unë e marr gjithmonë hakun në dorë, se ka pas raste që nuk mi kanë prunë, nuk më kanë nejtë, të me thonë korrekt, edhe jam, të me thonë, nuk e marr në dorë. Për zotin e lodhshme është se do lvizish hekura motorin dhe rrotullosh në tavoline, por mu më bon si pjesë e jetës, nuk një shumë vështërsi. Edhe nuk mërzitem si zanat, të me thonë punoj pa u lodh, pa u sforcu, se më bo si rutin pune e përditshme. Po, i bëj dhe provën, i mas me aparate, kemi aparatet që i masim, edhe i bëjmë dhe provën edhe. Mite Çakalli është ndër zonjët e rrallë që ushtron një profesion të tillë jo vetëm në zonën e Buqizës, por në të gjithë qarkun libër.